Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thanë se kanë rënë dakord hapin një periudhë të re bisedimesh për te çështjeve teknike. Ata i bën komentet pas një takimi në Bruksel të ndërmjetësuar nga shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, një përpjekje kjo për ringjalljen e procesit të bisedimeve ndërmjet palëve, njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić thanë të hënën se janë pajtuar që bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve të hyjnë në një periudhë të re ku do të diskutohen çështje më pesh se sa aspekte teknike. Ata u takuan sot në Bruksel me ftesë të shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila tha pas takimit se presidentët u pajtuan të punojnë për fillimin një periudhe të re të bisedimeve dhe vendosën që ekipet e dyja palëve të fillojnë përgatitjet. Ata analizuan rëndësinë e zbatimit pavonesë të marrëveshjeve të arritura në bisedimet e deritashme, thuhet në njoftimin e zyrës së zonës Mogherini. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se periudha e re e bisedimeve do të çonte drejt një normalizimi dhe pajtimi mes të dy vendeve dhe të dy popujve. Ajo periudhë do të mbyllë kapitullin e erë të kaluar dhe do të hapë një perspektivë të sigurt për të ardhmen evropiane, tha ai, duke shfaqur besimin se normalizimi dhe pajtimi në mes të shqiptarëve dhe serbëve është i mundur dhe do të arrihet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se bisedimet e sotme ishin të fryndshme dhe në to ushtrua thelbi për mbajtjes së bisedimeve në të ardhmen, ku do të diskutohet për çështje thelbësore se si shohin palët marrëdhëniet ndërmjet tyre për 1, 2 apo 5 vjet. Kjo do të thotë sipas tij se duhen biseda më serioze dhe më të guzimshme brenda opinionit serb dhe atij shqiptar, duke vënë theksin tek fakti se ata po bëjnë përpjekje për të çuar përpara çështje më të rëndësishme se sa çështjet teknike. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ishin pezulluar për një kohë të gjatë, fillimisht për shkak të zgjedhjeve presidenciale në Serbi, që u mbajtën me 2 prill, e më pas edhe për shkak të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë të fillimit të qershorit. 2 takimet e fundit që mbajtur në janar dhe shkurt të këtij viti në një përpjekje të Bashkimit Evropian për të ulur tensionin ndërmjet të dyja palëve. Takimi sot ndodhen në një kohë kur është paralajmëruar se bisedimet do të zhvillohen në nivel presidentësh, gjë që ka nxitur reagime në Kosovë. Lidhja Demokratike ka bërë thirrje që bisedimet të udhëhiqen nga qeveria e ardhshme, pasi që sipas saj edhe çështjet që trajtohen janë në përgjegjësitë kushtetuese të ministrive, përkatësisht qeverisë dhe jo të presidentit. Presidenti Thaçi bëri thirrje për bashkim të institucioneve e partive politike në gjitha çështjet e interesit shtetëror, përfshirë edhe bisedimet me Serbinë. Të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, bisedimet e siguruan Kosovës marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa Serbisë hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.